Agenci i parë kosovar, të cilin mund ta gjeni në shitoret Kop dhe Otos. Anne Moula, mirëmbrëma. Merci d'être avec nous. Mirë se vini në emisionin ton. Ju jeni përgjegjëse për Kosovën në suazat të organizmit për kooperim të Zvicrës, SDC. SDC-ja ka një prezencë të rëndësishme në Ballkan si dhe në rajonin e Kosovës. Pyetja ime e parë që dua t'u ashtoj është cila analiza që ne bën SDC-ja sa i përket zhvillimit të Kosovës si dhe rajonit të Ballkanit. Pour la coopération suisse, në lidhje me bashkëpunimin zviceran, kemi dy prioritete në rajon. Prioriteti i parë është çështja e demokratizimit. Me këtë limin besojmë se institucionet dhe autoritetet politike duhet të jenë të besueshme dhe të ofrojnë shërbime cilësore qytetarëve. Ky fakt është qendror për zhvillimin e gjithë rajonit. Dhe prioriteti i dytë është zhvillimi ekonomik. Kjo do të thotë t'i ofrojmë çdo qytetari mundësinë për të gjetur një punë të qëndrueshme që e lejon atij të jetojë siç duhet. Në lidhje me nevojat, ne mund të përmendim edhe një kërkesë të tretë, e cila është e pranishme gjithashtu në gjithë rajonin. Bëhet fjalë për përmirësimin e sistemit shëndetësor në rajon, i cili ende është në situatë mesatare dhe më poshtë se normat dhe standardet evropiane. Et quel est l'engagement concret de la Suisse? Cili është angazhimi konkret i Zvicrës ndaj këtyre tre temave që i përmendët më herët? Alors, dans le domaine de la Në fushën e demokratizimit, unë mendoj se në Zvicër gëzojmë një përparësi në drejtim të decentralizimit dhe qeverisjes lokale. Dhe në këtë kuptim, ne jemi shumë të involvuar në të gjitha vendet e Ballkanit. Unë duhet të them se ne jemi të pranishëm në 5 vendet e Ballkanit. Kemi një zyre për bashkëpunim në Maqedoni, Bosnjë, Serbi, Shqipëri dhe Kosovë. Në secilën nga këto vende jemi duke zhvilluar një program që është specifik dhe lidhur me prioritetet e vendit. Pra, ne nuk vim nga jashtë me prioritetet tona, por ne i radhisim prioritetet të përcaktuara nga qeveritë e vendit. Pra, për demokratizimin ne punojmë kryesisht në qeverisjen lokale. Në lidhje me zhvillimin ekonomik, ne punojmë kryesisht për punësimin e të rinjve dhe integrimin më të mirë të tyre në tregun e punës. Meilleure intégration des jeunes dans le marché du travail. Është fakt se Ballkani është rajon prioritar për Zvicrën, por cilat janë programet konkrete cilat i zhvilloni në Ballkan si dhe në Kosovë? Konkretisht, ne në Kosovë jemi edhe më gjërësisht aktiv se sa në këto dy fusha që sapo përmenda. Për të dhënë shembuj konkrete në fushën e demokratizimit, për shembull, ne punojmë me Ministrinë e Drejtësisë në favor të krijimit të një notarie. Gjë që është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse qëllimi përfundimtar është që të lehtësohen gjykatat. Sepse notarët do të jenë në gjendje të marrin vendime ligjore, siç është e drejta e pronës. Pra, kjo risi zbret ngarkesën e gjykatësve, të cilët kanë vonesë në trajtimin e dosjeve të tyre. Prandaj, shpresohet se sistemi notarial do të mundësoj lehtësimin e gjykatave dhe sistemi gjyqësor për të bërë më efikas. Dhe kështu në këtë kuadër ne kemi ndihmuar në krijimin e ligjit të notarisë. Pastaj ne kemi trajnuar notarë, të cilët kanë kaluar edhe një provim. Këta notarë kanë qenë të zgjedhur. Ka pasur 200 kandidat, prej të cilëve kemi zgjedhur 49 notarë. Këta të fundit janë bërë notarët e parë në historinë e Kosovës. Tani ata kanë hapur zyre notariale të parë në tërë Kosovën dhe kanë filluar të punojnë. Dans la gouvernance locale, nous travaillons aussi. Në qeverisjen lokale ne gjithashtu punojmë me 9 komunat e Kosovës juglindore dhe pikërisht punojmë që këto komuna të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët, që edhe ata të marrin pjesë aktivisht në jetën politike. Donc il y a des échanges importants entre la Suisse. Do të thotë ka shkëmbime të rëndësishme mes Zvicrës dhe Kosovës, si dhe rajonit, por edhe diaspora është e angazhuar në favor të transferit të dijes. Prandaj ju propozoj ta shikojmë materialin e përgatitur nga kolegët tonë mbi këtë çështje pikërisht, si dhe mbi projektet e ndryshme mes Kosovës dhe Zvicrës. Projet de coopération entre la Suisse et le Kosovo. Delegacioni zviceran nga Komisioni Federal për Migracion gjatë inspektimit të projekteve në Kosovë, muaj më parë ishte ndalur edhe te ura e shejt në Xherc.
nuk ishte krejt e rastishme vizita e këtij monumenti kulturor nga autoritetet zvicerane. Vetë termi ura në Zvicër, por edhe në shumë vende multietnike, ka një domethënie që nënkupton një lidhje me dikë ose me diçka. Në rastin me Kosovën, këto lidhje janë edhe më të forta me Zvicrën. Këtë e rikonfirmuan me një porosi nga ura e shejt edhe musafirët nga Zvicra se bëhet fjalë për përvoja të mira me Kosovën. Ja gut, zunächst ist eine Brücke einfach mal ein schöner Ort. Das ist überhaupt hier ein schöner Ort. Aber eine Brücke heißt natürlich auch, das ist sozusagen ein Symbol dafür, dass die Schweiz und Kosovo eine Verbindung haben. Und das ist eine Verbindung, die uns interessiert. Ich denke, wir sind als Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen interessieren uns vor allem die Fragen, die mit Migration zu tun haben. Und die Projekte, die wir suchen, sind sehr stark auch mit Migration verbunden. Për përvojat e mira me Zvicrën flet fermieri kosovar Halil Zogaj nga Tërpeza e komunës së Malishevës. Halili ka 3 vjet që ka investuar bashkë me djalin e Axhës Samion në një fermë bagëtish në cilën aktualisht kanë 72 krerë lop, prej cilave 68 janë lop qumshtore. Halili këto ditë ishte objekt vizite dhe i Komisionit Federal për çështjet e migracionit, nga se ishte pjesë e projektit të partneritetit për migracion që udhëhiqet nga Drejtoria për Zhvillim dhe Bashkëpunim me Zvicrës. Halili vitin e kaluar ishte përfituesi një praktike 4 mujore në një fermë bujqësore në fshatin Tervel afër Bazelit. Mirë, ako në provuje mirë, me gjatë unë këtu në Kosovë mirëna me fermë, aty kom punu me dreza, apo spam. Ako në provuje mirë, kom mësu shumë gjatë kohës që kom nejtë në Zvicër për 4 muaj, provuje mirë. Në planin afatgjat, Halili synon që të themeloj një fermë më vete ku do të përcaktohet vetëm për prodhimin e mishit, kurse djali i Axhës së tij Samiu të merret me prodhimin e qumshtit. Bujku i ri nga Tërpeza e Malishevës shpreson që në një rast tjetër t'i mundsohet praktika në një fermë lopësh në Zvicër. Qatë punë që kam bënë në Zvicër nuk kam provu me bënë diçka këtu në Kosovë me dreza për shembull që kam punu. Mësi jam qështu me fermë ne për momentin. Nuk e di sa ka leverdi këtu, ka kapaciteta. Ajo më ka thonë i mirë se ardhë kur më është parë në Zvicër, mund më ardhë me punu pa problem. Por, a ka mundësi tjera Halili që të bëjë një praktik tjetër në Zvicër në një fermë bagëtish? Die Möglichkeiten sind wahrscheinlich eher beschränkt. Wir haben festgestellt, dass in der Schweiz selber die Bereitschaft, solche Menschen bei sich aufzunehmen, eher klein ist, weil man vielleicht doch gegenüber Leuten aus dem Kosovo eine gewisse Distanz hat. Ich denke aber, dass sowohl der junge Bauer wie auch die Familie, bei der er gearbeitet hat, dass die von dem Resultat sehr zufrieden war und das war sehr fruchtbar für beide Seiten. Quhem Enis Kamenica, 31 vjeçar. Jam teknik e dhënave me profesion. Kam punu 15 vite në Lozane në Gjenevë. Enis Kamenica nga Ferizaj rrëfen për një tregim tjetër të suksesshëm Kosovë-Zvicër. 31 vjeçari, pasi ka mbaruar shkollimin si specialist teknik i dhëmbëve, ai ka vendosur të kthehet në vendlindje me përvojën zvicrane. Kamenica ka hapur një ordinancë private relativisht të madhe në Ferizaj. Sfiz Dental do të ofrojë të gjitha shërbimet që kanë të bëjnë me dhëmbët, duke filluar nga mbushja e ndonjë dhëmbale deri te ndërhyrjet e rënda kirurgjike. Këto të fundit i kryen kirurg zvicran fal bashkëpunimit të mirë që stomatologu kosovar ka me kolegët zvicran. Standardet e shërbimeve në këtë ordinancë janë si në Zvicër, kurse çmimet sikur në Kosovë. E njëjta punë kushton 3 herë më lirë se në Zvicër. Çmimet janë standard për krejt, si për kosovar, si për gurbeqar. Tashmë lidhjet janë edhe më të forta. Ai ka një laborator të dhëmbëve në Gjenevë dhe Lozan. Duke folur për ide në lidhje me hapjen e kësaj ordinance stomatologjike, Enisi thotë se ky është plani i tij për cilin është frymzuar nga vetë bashkëmarrëgimtarët. Bujan Recaj ka jetuar 17 vjet në Zvicër. Edhe në Recaj vendosi të kthehet me përvojat e mira nga Zvicra në Kosovë. Arsyeja e tij ishte ta ndihmojë vendin e vet.
Bujari është nga fshati Lutoglav i Prizrenit. Për atë 17 vjet sa ka jetuar në Zvicër, gjithmonë mendonte se dikur duhet të kthehet në Kosovë. Në Zvicër, përveç që ishte shkolluar si arkitekt, kishte punuar edhe disa vite në arkitekturë, duke realizuar projekte të shumta në kompani zvicerane. Bujar Recaj tash e 5 vjet jeton në Prishtinë dhe udhëheq një zyre të arkitekturës. Në Recaj e kishte vështirë për t'i adaptuar përvojat nga Zvicra në një shoqëri që është ende në tranzicion, sidomos në arkitekturë. Vlerat artistike dhe arkitektonike në një fazë të këtillë është pak vështirë të vlerësohen dhe thotë se ka qenë vështirë për të zhvilluar idetë që i ka mësuar në Zvicër. Me vepru, me punu në laminë e arkitekturës këtu, me ato vlera që i kom mësua atje. Mirë po prapë, kom pas mundësi për mes projekteve të ndryshme, se për bunateka, biblioteka në përfshatrat ndryshme, ku kemi mujtë mi realizu me institucione, do më thonë për mes institucione të ndryshme ndërkombëtare. Ato jo ka qenë një hapi mirë për suksesin, ku janë zhvillu do më thonë kontaktet ndryshme dhe ashtu ku mujtë me mrinjë edhe të kontaktet tjera ku kemi pas edhe punë profesionale, se kur tash që kemi një bashkëpunim me një investitor zvicran për një hotel këtu afër Prishtinës, si dhe disa projekte tjera rezidenciale të vogla. Megjithatë, arkitekti kosovar mbetet i kënaqur me realizimin e njërit prej projekteve siç i quhen ai të zemrës, Bunateka. Ky projekt i Recajt i kishte hapur dyert e institucioneve për të cilave ka gjetur mbështetjen për të qenë i suksesshëm projekti në Kosovë. Projekti i Bunatekës është që të ndërtohen 860 biblioteka në shkollat e Kosovës, shumica prej cilave nuk kanë fare biblioteka, ose ato biblioteka që i kanë janë pa literaturë të nevojshme për nxënësit. Arkitekti kosovar po vazhdon bashkëpunimin me vendin ku ishte rritur dhe shkolluar. Tashmë është duke punuar në bashkëpunim me një investitor zviceran që po investon në një hotel këtu afër Prishtinës. Shumë i mirë me njerëz të cilët dinë çka dojnë. Po të flasë tash për laminë e arkitekturës, shumë e rëndësi kërkesa me qenë e qartë, edhe kur të gjeni investitor të tillë, atëherë edhe puna jonë është më e lehtë. Bashkëpunimi me marrë si shembull tash që kemi pas te hoteli afër Prishtinës, Hotel Graçanica, ku investitor është një zvicran, i cili saktësisht e din se çka don, saktësisht din me dhënë edhe kritikën konstruktive ashtu. Ajo bën edhe vetë bashkëpunimin një bashkëpunim shumë shembullor ashtu që ndoshta edhe nxitse rradhë gjën. Në përgjithësi, bashkëpunimi Kosovë-Zvicër është i mirë për Recajin dhe thotë të ketë një angazhim të shtuar të shtetit zviceran në Kosovë. Përgjithsisht është mirë bashkëpunimi, besoj se unë kam pas kontakte edhe tjera me zvicerana dhe me institucione zvicerane, me ambasadën kemi realizu disa projekte, edhe përgjithsisht është angazhimi i Zvicrës edhe bashkëpunimi me ata është sinqerisht shumë i mirë, ashtu për që t'jep edhe pak shpresë, vullnet për me vazhdu në atë idenë dhe në atë shpresën se do të me vazhdu me punu në Kosovë dhe me kontribu këtu. Për përvojat të mira do të flasim edhe në rastet të tjera. Zvicra do të vazhdojë angazhimin e saj dhe më tutje në Kosovë më shumë se në vendet tjera. Wie wir jetzt gesehen haben in den letzten Tagen, ist das Engagement in der Schweiz sehr breit, eben in den unterschiedlichsten, in den verschiedenen Projekten, Erziehung, Wohnungswesen, Berufswesen und Möglichkeiten, ein Geschäft zu eröffnen und so weiter, Fragen der Sicherheit auch. Und die schweizerische Botschaft hier in Kosovo deckt ein enorm breites Spektrum an Tätigkeiten und Aufgaben ab, eigentlich breiter als in vielen anderen Ländern. Und insbesondere im Rahmen dieser Migrationspartnerschaft, denke ich, wird dieses Engagement in Zukunft eher ausgebaut werden als abgebaut.
Nous venons de voir ces différents exemples de la diaspora. Sapo vështruam shembuj të ndryshëm të diasporës në fushën e zhvillimit të Kosovës, si dhe projekte të ndryshme mes Zvicrës dhe Kosovës. Anë Mula, dua të ju shtroj pyetjen se ç'mendoni mbi këto përvoja mes Zvicrës dhe Kosovës. Për mua, këto dy përvoja shumë interesante fokusohen në dy grupe, të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Kjo është forca e re për zhvillimin e Kosovës. Pra, ne kemi një anë të rinj, të cilët shkuan në Zvicër për të fituar përvojë praktike në Zvicër, në fushën e fuqësisë, dhe në anën tjetër një djalosh i diasporës i cili kthehet. Pra kemi dy grupe, diaspora dhe të rinj, të cilët janë për mua dy forcat e reja në zhvillimin e Kosovës, forcat e së ardhmës. Pra, shembulli i këtij të riu është një rast i veçantë. Do të mbetet një përjashtim. Nuk është e parashikuar që t'i trajnojmë të gjithë kosovarit të rinj në Zvicër. Prandaj kjo formë e trajnimit ka më tepër të bëjë me një shans që disa të rinj mund të gëzojnë. Me të vërtetë duhet të fokusohemi në trajnimin cilësor në Kosovë. Prandaj do të përqendrohemi në këto prioritete. Ekziston gjithashtu partneriteti për migrim, është një partneritet që u nënshkruan nga Zvicra dhe Kosova. Është një partneritet në të cilën të dyja palët kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë për tema që lidhen me migracionin. Këto shkojnë nga çështjet e diasporës, ajo mund të jetë çështje doganore, çështjet e azilit. Të gjitha pyetjet janë të lidhura me migrimin. Dhe duke mos harruar sidomos projektin Startup Fund të Sekos. Pra, ky është një program tjetër që meriton për të përmendur. Është një program që lejon sipërmarrësit zviceran ose të diasporës të gëzojnë fonde apo kredi me kushte preferenciale për investime në Ballkan. Et pour les investissements dans les Balkans. L'importance du transfert du savoir-faire. Pra, cila është rëndësia e transferit të dijes mes diasporës dhe Kosovës si dhe Ballkanit? Unë mendoj se është rëndësishme që diaspora ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në transferimin e njohurive. Investitorët zviceran nuk mendojnë ose nuk duan të shkojnë domosdoshmërisht në Kosovë. Ajo që ne kemi vërejtur është fakti se pas çdo përvoje, njohurie apo iniciative që ka ndodhur në mes të Zvicrës dhe Kosovës, pothuajse gjithmonë gjendet prapa një antar i diasporës. Edhe pse drejtori i kompanisë mund të jetë zviceran, shpeshherë një punonjës kosovar gjendet prapa. Mendoj se diaspora luan një rol qendror në këto shkëmbime dhe ne gjithashtu vërejmë se diaspora ka potencial me brezin e dytë. Brezi i dytë dëshiron të dërgojë më pak të holla, por të investohet në mënyrë më konkrete. Unë mendoj se ky brez është vërtet një forcë që duhet kërkuar. Për shkak se këta të rinj janë në gjendje të bëjnë sakrifica. Ma merr mendje po ashtu edhe motivimi. Ata janë shumë të motivuar. Ata njohin shumë mirë të dy kontekstet dhe gëzojnë një rrjet të zhvilluar në të dy vendet. Në fakt ata kanë të gjitha përparësitë për të ndihmuar vendin për zhvillimin ekonomik. Por gjithashtu mendoj se ekziston edhe një potencial në nivelin politik, i cili është disi i nënvlerësuar. Tani qeveria e Kosovës ka krijuar Ministrinë e Diasporës. Kjo tregon se ajo dëshiron të pranojë këtë hapësirë për diasporën. Unë mendoj se mbetet akoma për të bërë. Kemi për shembull Kroacinë, e cila ka lëshuar vende parlamentare për diasporën. Ky është një shembull shumë pozitiv. Dhe kur diaspora do të gëzojë këtë hapësirë për fjalë, një hapësirë ku ajo mund të shprehet, kur ajo do të pranohet nga Kosova, mendoj se atëherë ajo do të mund të zhvillojë potencialin e saj të plotë. Zotë, një ndër qëllimet e in-out është pikërisht artikulimi i nevojave të diasporës karshi vendeve të prejardhjes. Mirë po thatë më herët se vendet e prejardhjes kanë krijuar ministri. Si paraqitet situata sa i përket Zvicrës? Konsiderohet diaspora si një partnere për zhvillimin e projekteve zhvillimore në favor të Kosovës dhe Ballkanit? Ne gjithmonë kemi pasur një diasporë shumë të numërt nga Ballkani. Kemi qindra mira njerëz. Pra, Zvicra është shumë e vetëdijshme për këtë potencial të diasporës. Në vitin 2009 patëm financuar një studim i cili përpiqej të vërtetojë hipotezën tonë mbi aftësinë e kësaj diaspore për të mobilizuar në favor të vendit të origjinës. Ky studim tregoi rëndësinë e remitancave dhe gjithashtu ky studim ngreu disa udhë për të ecur përpara dhe për të zhvilluar më të gjërat me diasporën. Tani ne jemi duke përgatitur programin Diaspora për zhvillim. Ky është një program që është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e re, me Ministrinë e Diasporës. Ne shpresojmë që nëpërmes këtij programi të lehtësojmë tregtinë.
por përsëri shkëmbime ka pasur edhe deri tani. Tashmë kemi shumë iniciativa të nxitura nga diaspora. Il y a aussi certaines municipalités qui ont pris les devants, qui ont commencé à organiser des... Pra Zvicra nuk do të veproj, por ajo thjesht do të lehtësoj tregtinë dhe do të sjellë njohuritë si dhe ta sjellë përvojën e saj. Përvojat e saj. Et maintenant d'une manière générale, à tout à l'heure vous avez theksuat njërit nga programet tuaja. Cilat janë programet tjera që SDC i realizon aktualisht në Kosovë? Punësimi i të rinjve është shumë i rëndësishëm. Është vërtet lehtësimi i tranzicionit mes periudhës kur një i ri përfundon studimet me një diplomë në dorë dhe kur ai integrohet në botën e punës. Il est intégré dans le monde du travail jusqu'à maintenant. Deri tani, sipas shifrave që kemi, atij i duhen 10 vjet për të kryer shkollimin dhe për të gjetur një punë të qëndrueshme. Ne me anë të programit ton do të reduktojmë këtë kohë. Ne gjithashtu punojmë në fushën e ujit në mënyrë mjaft të qëndrueshme. Problem me peshë në rajon. Voilà, mais de manière assez conséquente depuis 10 Ka ans. 10 vjet që ne punojmë në fushën e ujit në zonat rurale dhe urbane. Bile, një politikan kosovar një ditë më pati thënë, në qoftë se unë mund të marr një dush, kjo është në sajt e bashkëpunimit zviceran dhe unë i falenderoj ata. Sepse ne me të vërtet kemi bërë investime të mëdha në fushën e ujit, sidomos në pjesën juglindore të Kosovës. La stratégie de la DDC. E kurse për strategjinë, cila është strategjinë që në ndjek SECOS dhe SDC në Kosovë? Ne kemi përcaktuar një strategji për 4 vjet të radhazi, 2013-2016, ku kemi përcaktuar 4 programe të bashkëpunimit. 3 të parat i kam përmendur tashmë, qeverisja lokale, punësimi i rinisë, si dhe çështja e ujit. Pastaj ne kemi hyrë në fushën e shëndetit, e cila është identifikuar si një nevojë shumë urgjente. Tani është një moment kyç, sepse qeveria e Kosovës është duke punuar për këtë ligj të ri për reformën e kujdesit shëndetësor dhe do të propozoj të siguroj sigurimin shëndetësor për çdo qytetar. Une assurance maladie pour chaque. Ky është një fat që u mundëson kosovarëve të kenë qasjen e një sistem shëndetësor cilësor. Ne do të donim të mbështesim qeverinë e Kosovës në këtë reformë. Në çka konkretisht? Përsëri edhe këtu Zvicra gëzon njohuri dhe përvojë. Zvicra ka një sistem shëndetësor shumë të mirë edhe pse pak i shtrenjtë. Pra unë mendoj se Zvicra ka aftësi për këtë lëmi në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor, qoftë aftësitë, burimet, resurset njerëzore. Unë mendoj se Zvicra gëzon një ekspertizë të cilën mund ta sjellë në Kosovë në të ardhmen. Por programi nuk është përcaktuar ende, kjo mbetet për të përcaktuar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Il y a des programmes, des projets ambitieux dans la région. Keni programe ambicioze, por cilat dhe ku janë pengesat për zhvillimin harmonios të Kosovës, Maqedonisë dhe mbar rajonit? Et de la Macédoine et d'autres pays de la région. Së pari, vendet duhet absolutisht të bashkëpunojnë më shumë, të ketë më shumë shkëmbime tregtare mes shteteve. Është domosdoshme të kemi më shumë shkëmbime rajonale për zhvillimin ekonomik, por edhe për zhvillimin politik të rajonit. Ne gjithashtu duhet të luftojmë kundër korrupsionit. Atëherë nuk mendoj se unë do të habis dikë duke thënë se korrupsioni është një pengesë e madhe në rajon. Ne jemi gjithashtu duke punuar në këtë fushë në Kosovë, por ka edhe shumë pengesa të tjera, por unë nuk e di nëse mund t'i përmend këtu. Oui, bien sûr, on est là. Jemi këtu për të kuptuar po ashtu edhe preokupimet e diasporës rreth situatës së përgjithshme në Kosovë, por ka edhe pengesa të natyrës politike. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, des blocages peut-être d'ordre politique et autres. Çfarë kemi vërejtur në rajon është një polarizim në rritje i partive politike, i cili mendoj se duhet të shmanget me çdo kusht. Është thelbësore që autoritetet politike t'u japin llogarit qytetarëve të tyre dhe jo domosdoshmërisht partive të tyre, që këto autoritetet të nxisin zhvillimin e vendit dhe jo vetëm zhvillimin e interesave personale ose të partisë së tyre. Ne kemi parasysh shembullin e Shqipërisë dhe sa këto polarizime mund të pengojnë zhvillimin harmonik të vendit dhe sa vjet mund të humbin një shtet në lidhje me zhvillimin e vendit. Atëherë ta mbajmë këtë fjalë për në fund, do ta ndjekim punën e SDC-s dhe SECOS, si dhe të Zvicrës në përgjithësi në rajon. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Faleminderit për ju. Merci à vous.